Atëherë, vazhdojmë. Në këtë rast, kemi arritur deri në këtë situatë. Atëherë, ja ku jemi me punimin. Atëherë, unë tani do të shtoj dhe një efekt i cili është adjustment layer, pra siç ne kemi mësuar në Photoshop, i cili është një layer i cili përfshin nëse unë dua që të kem efekt të përbashkët në të gjithë lerat që unë kam, atëherë unë përdor adjustments layer. Pra dua një efekt të përbashkët. Nuk kam se unë tani rri që t'i jap çdo lloj layeri efekt më vete. Atëherë shkoj layer new adjustments layer. Në këtë rast kur unë automatikisht shtoj një adjustments layer brenda paletës së projektit, automatikisht më hapet një folder me emrin Solids dhe brenda kemi adjustments layer. Pra ky është një folder i cili përfshin efektet që ne do të hedhim mbi adjustments dhe që automatikisht bëhen pjesë e projektit. Atëherë në këtë rast jam mbi adjustments layer. Nëse unë punoj me motion blur, pra kjo është nëse unë punoj mbi këto, atë këto kanë veçantitë veta, unë po i shtoj një motion blur. Kur unë i shtoj një motion blur, vetë kuptohet që të gjithë efektet marrin një farë zbutje të lehtë. Dhe nëse unë aplikoj një herë mbi adjustments layer, atëherë të gjithë leyerat e më poshtë do marrin të njëjtin efekt. Atëherë, po i shtoj edhe një efekt në këtë rast, po i shtoj efekt, dhe po shkoj në adjustments, po i shtoj efektin fill, pra efekt generate fill, ose ja ku e kam direkte. Atëherë në këtë rast unë i shtova një efekt të gjithë imazhit, po i bëj një ngjyrë blu, pra po i marr një ngjyrë blu të errët. Dhe mbi adjustments layer po kaloj blendizimin, po shkoj në toggle switch ose po bëj një switch mode dhe shkoj në atë që ne kemi mësuar në soft light. Po të vëmë re tani efekti është pak më i errit, atëherë shkojmë përsëri me T në tastier ose shkojmë direkte në transform, shkojmë në opacity dhe bëjmë opacity diku 50. Ja ku jemi tani. Si erdhi, pra erdhi pak një efekt pak më i fortë i ngjyrës blu, për të tregoj pak prezencën e një vendi ose një qyteti të errësuar, pra duke i dhënë nuancën blu i jep një efekt të plot. Atëherë në këtë rast, mbasi unë i dash dhe opacity në 50%, po të vëmë re, në momentin që unë bëj play timeline, pra bëj një render, në këtë rast shohim që i gjithë lëvizja në këtë rast do të vi dhe i gjithë efekti është qoftë mbi hënën, qoftë mbi diskun, qoftë mbi lampën dhe qoftë mbi backgroundin. Në këtë rast po të shohim, të paktën të presim sa të shkojë deri tek sekonda e dytë. Pra kemi pak vonesë për arsye të shtimit të layerëve, normalisht kur shtohen lejerat, shtohen dhe efektet. Atëherë ja ku jemi. Pra po të vëmë re lëvizjen e hënës, lëvizjen e diskut, pra dhe efekti është prezent në të gjitha. Çfarë mund të bëjmë në këtë rast? Mund të fokusohemi të paktën vetëm tek disku dhe mund të japim një blurizim sado të vogël. Dhe në këtë rast shkojmë kemi efektin tint, shkojmë në blur, shkojmë në blur unsharpen dhe në këtë rast japim një efekt, po bëjmë një fast blur, edhe kjo guzja blur nuk është, po kjo fast blur diçka më mirë dhe fillojmë në këtë situatë që është e mira ishte të kishim filluar që në fillim të paktën këtu, të vëmë re. Atëherë i japim i shtojmë pra efektin duke qenë këtu dhe gjithmonë duke e bërë aktive, duke e hapur, po të vëmë re ku i kemi efektet, shkojmë me U, kur klikojmë me U në tastier, shohim vetëm vende ku kemi prezencën e keyframe-eve, në këtë rast ku e kemi dhe blurizimi është diku e bëjmë diku 20, po të vëmë re pak më i blurizuar, shkojmë diku
këtu dhe e bëjmë përsëri e kthejmë përsëri në 0. Dhe ja ku I kemi të dy atëherë. Presim ja pra ku është. Atëherë në këtë rast nëse unë shkoj me U, nxjerr vetëm pjesët ku unë kam bërë pra vetëm lëvizjen e keyframe-eve. Në këtë rast adjustment layer është aktiv dhe shkojmë përsëri në projekt dhe tani bëjmë renderizimin final. Në këtë rast ka disa mënyra. Mund të bëjmë direkte, pra siç jemi në timeline, mund të bëjmë direkte composition add to render queen ose CTRL-M. Në këtë rast ja ku e kemi dhe përcaktojmë, klikojmë mbi përcaktojmë vendin, përcaktojmë llojin e formatit, përcaktojmë export audio auto as no audio edhe off. Normalisht ne heqim prezencën e audios. Po, jemi në rregull këtu, audio output on, cilën will be output if the computer has no audio, kështu që në këtë rast shkojmë në auto, shkojmë dhe këtu, shohim mirë ku jemi, video. Në këtë rast mund të punojmë edhe në këtë formë, por include source XP, include project link. Në këtë rast një mënyrë tjetër është edhe duke pas aktiv backgroundin, pra duke pas aktiv kompozicionin, atë shkojmë në encoder, pra në encoder QI. Kjo është nëse neve nuk e kemi encodering, kështu që në këtë rast, në këtë rast do të punojmë me direkt në render QI. Në këtë rast e kaloj në AVI, këshkeq, ku edhe QuickTime nuk është keq, po e kalojmë në AVI, me që jemi në Windows po e kalojmë në AVI. Këtë jemi në rregull. Format options këtu duhet ishte 204, atëherë kualiteti është 100, mirë, në rregull. Atëherë jemi me RGB, include këtë, millions of color. Mund të shtojmë edhe alfën, por nëse ne do të shtojmë alfën pasi do na dalin në background, kështu që në këtë rast 816 bit, me ishte mirë 8 bit, në mënyrë që mos të bëjmë 48.000. Këtu e kemi 24, ok. Atëherë në këtë rast edhe përcaktojmë edhe vendin ku ne do të çojmë. Atëherë ja ku jemi. Diku këtu mund të përcaktojmë domethënë edhe vendin, background 4K, ose brenda folderit ose edhe jashtë. Po me që neve jemi, po e përcaktojmë brenda folderit. Save dhe po jap render. Tani duhet të pres derisa të mbaroj kjo. Gjithmonë renderizimi do marrë pak kohë. Sa të mbaroj kjo, pastaj gjithmonë do të shkohet tek folderi ku un kam përcaktuar vendin ku do bëhet renderizimi dhe do ta shikoj rezultatin.